Në Sukrut që aty ku natyra dhe jeta ecin në të njëjtin ritëm. Maksim Gojçaj ka gjetur kënaqësi në diçka që për shumë kënd mund të duket e thjeshtë, por që në vetvete mbart vlera të mëdha. Në korpshtin e tij të vogël me perime, ai nuk po kultivon vetëm domate, speca apo perime të tjera, por po kultivon edhe durimin, përgjegjësinë dhe dashurinë për punën. Çdo mëngjes që kalon pranë kopshtit të tij, çdo pikë ujë që u jep dhe çdo kujdes që tregon ndaj tyre është një mësim i vogël jete, sepse toka ka mënyrën e saj për ta mësuar njeriu se asgjë nuk vjen me një herë. Duhet kohë që një farë të mbi, duhet durim që ajo të rritet dhe duhet përkushtim që në fund të jap frytin e saj. Në një kohë kur shumë fëmijë po largohen gjithnjë më shumë nga natyra, Maksimi zgjedh të jetë pranë saj. Ai zgjedh të kaloj kohë duke punuar në kopshtin e tij, duke parë me gëzim se si frytet e mundit të tij rriten dita ditës. Dhe ndoshta pikërisht aty fshihet bukuria më e madhe e kësaj historie, tek fakti se ai po mëson që në moshë të vogël se puna nuk është barë, por vlerë. Kopshti i tij është dëshmi se edhe duart e vogla mund të krijojnë gjëra të mëdha, se kënaqësia nuk gjendet gjithmonë tek gjërat më të shtrenjta apo më moderne, por shpesh tek ato më të thjeshtat, tek një parë mbjellë me dashuri, tek një bimë që rritet nën kujdesin tënd dhe tek krenaria që ndjen kur sheh frytet e punës sate. Sepse në fund perimet që rrit Maksimi do të konsumohen, por vlerat që ai po ndërton përmes këtij kopshti do ta shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Dhe kjo është fryte më e bukur që mund të jap toka. Atëherë, mundesh me na thënë emrin dhe mbiemrin? Maksi Gojçaj. Maksi, sa vjet ke? 9. Në cilën klasë je ti? Në 3. Je në 3. klasë. Mundesh me na tregua se çka ke punuar ti? Në kopsht. Ke punuar një kopsht të vogël. Mundesh me na prezantua se ka ke vu, do të thotë cilat produkte ke këtu mrapa tejet? Këto, kukuj, edhe je këto fjefnin, edhe specat, edhe do potate, edhe do mulletare, edhe sunce Lule bjelli, edhe do harveqike, edhe hudra, edhe do tjetër lule. Klumt, ke vu shumë gjana. Mirë,
Tregom se kush t'ka një mua ty? T'ka një mua kush? Po, emja tatën ka një mua pak me vun uj në ta, edhe emja vla ka një mua me lag do. Do me thënë ke vun ti edhe ujt, apo? Po, Mirë, ka të zomë, atë pëlqen ty me punua në kopsht? po shumë. Që shkur ke fidua ti me punua në kopsht? Ke fidua tash apo ka herë? Ka herë. Po, edhe të pëlqen ty ma fort me kalua kohë këtu të kopshti, apo të pëlqen ma shumë me taj në shpi, në telefon? Me punoje këtu. Të pëlqen me punua dhe ti, a vjen çdo ditë me pa kopshtin? Po, Po ujt, a u ales çdo ditë? I lag çdo ditë? po. Sa kohë e len ujt? Tira 5 të 7 a 10 minuta. E len pak po çdo ditë, apo? Po, Mirë, a vin nimojnë ty vleznit këtu? Kaloni kohë bashk? po. Edhe të pëlqen ty me i hangër për shembull, të pëlqen ty speci, mollatarja me i hangër prej kopshtit? E të kam përua E svecin. ke provua specin? Po, Çka tjetër ke provua? vetë kam përua kukuj. Kukullin? Po, edhe vetë kam përua harve qike si fleta ati këtu. Po shi ka provua me ty këto? Të tanë family, se na kem marrë do kurkuj, edhe na kem godit kurkuj i buket si. Do të të krejt familje i ka provua dhe u kanë pëlqyer tanëve, apo? Po, edhe si e shumë. Çka ke qef ti mu ba kur të rritesh? E dua me pas me këshyr gjanat natur, edhe insekta, e dua me këshyr. Edhe vetë dua me loj piano kur vetë rritë. Sa bukur, sa kombinimi bukur, gjitha do i bash. Mirë, edhe në tarmen për shembull dhe në ditë tjera dhe kur të rritesh të banë shumë më i madh, dëshiron që ta kesh një kopsht të punosh, ti kesh ato prodhimet tua vendase me vu specin, kunkullin, beljallo shumë gjana tjera, po? Kur të rritesh, kur të bash më i madh. Po, Mirë, edhe ma shumë. mirë, Max, ka të zomë se çka tjetër band këtu për pos kopshtit? Një mua babin në travuin me lanchin gjatë me hangër, edhe një mua kur aret emja tjetër babin edhe nanën me një mua në ardia. Të lumt, dhe të pëlqen tu një mosh atyre? Po, E çka thonë ata? Janë ata të gëzuam që ti u nimon? po, Edhe çka kishe mu thanë shokve, shoqeve për me dalë me kalua kohë ma shumë në natyre, me punua gjana kështu si ti. Kishe mu thanë diçka? natyra bukur edhe shkon jashtë sa shumë timu që jo veç në televizor a në telefon me shkua jashtë sa timu që sa ma shumë. Me kalua kohë sa ma shumë në natyrë. Të lumt, bravo, suksese, bravo. Je këto a kastraveca, edhe je këto janë ma shumë speca, edhe molletare, edhe do kolomoq, edhe do potate. Ta janë këto. Në tana këto u keni mua ti prinderve, apo? Po, Po, vetë kam e një mua tatën me vonje këto, keni mua... potatën. Mirë, edhe çka menon me ba me tana këto patate? A do në me i shit, me fitua pare prej tyne? Po, vena. Apo do në me i lanë për shpi, me i hangër, me godit ushqime? Me lanë do në shpi edhe me lanë me shit, vela. Edhe do me i shit, bela.
ta jona matën. I bukur. Eller vet kam godit shtëpinë për ta je këtu. Ka me shua je këtu, eller je këtu ka. Vet kam punë eller me hangër je këtu. Eller vet kam godit shtëpinë jashtu. E ke godit me drua, po? Po me dru. Atë ka një mua kush me godit? Jo, e kam ta vetëm. Ke ba vetun, bravo të lumta. A një gjë maca me taj aty? Po, doher. Po t'jep ma shumë me lojën kosht ele. Ele me hiv I djati ele. U janë tonë. Në shkodon me loj. Mirë. Ele vet kam godit ele je këtu me taj. Në hije. Ele t'jep me loj me mizat ele me tjetër. Sa maca ke? Një jetash. Po na kem pas I herët na kem pas I male matën që ka zoc, 4 zoc ka va. Një ka pas I zez, po nuk ka një këta, po e ka pas I zez, edhe tjetër ka pas bar edhe tjetër gjyrë. Edhe po këtash kan ik, ka ik, po nuk di. Dhe qyre maca, qyre si ka shkuat të shpia, I pëlqen asaj me shkuat të shpia? Maybe they already died. Edhe kan ik ja, so nuk dim ku janë. Po, hala na kem do.